Mirë se erdhë të dashur Luan në Letra Trofejnë. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës, që është i fokusuar vetëm në të ardhmen. Letrat që kemi përpara kemi drejtësinë, kemi 10 të, më falë që është rrota e fatit, më falni, 2 të kupës dhe kemi 8 të kupës dhe letra oracle që është reflektimi karmik, quhet. Ajo që je duke jetuar, Luan, është pasqyra jote. Je në një fazë ku jeta nuk po të ndodh rastësisht. Dhe kjo del me njëherë nga kjo letër që pasqyron drejtësia. Kjo letër është shumë e qartë. Gjithçka që po përjeton tani është rezultat i zgjedhjeve, veprimeve dhe mënyrës si ke reaguar më parë. Nuk është dënim absolutisht. Është thjesht pasqyrë. Dhe kjo lidhet me rrotën e fatit. Këtë hyn karma, cikli, përsëritja, nuk është hera parë që je në këtë situatë, në fakt, thjesht po vjen në një formë tjetër. Derisa të kuptosh çfarë duhet të ndryshosh, do të vazhdoj të përsëritet. Të dashur Luan, 2 të kupës. Kjo është lidhje. Një person që ka rëndësi për ty. Një marrëdhënie që nuk është e rastësishme, që më do të patjetër në dashuri, mund të jetë në shumë gjëra tjera të dashur. Por mënyra si shfaqet këtu është shumë domethënëse. Kjo lidhje nuk është e gjallë siç duket. Ka diçka që mungon. Ka një lidhje, por jo zhvillim. Dhe kjo të çon drejtet e 8 të kupës. Kjo është ai vendimi që je duke shmangur. Të largohesh, të lëshosh, të pranosh që nuk të mbush më, nuk të jep atë që do. Nuk është e mjaftueshme, qoftë lidhje apo situatë. Por gabimi këtu është se ti po qëndron me gjithatë. Jo sepse është mirë, je i kënaqur, por sepse ka ndjenja, kujtime, lidhje. Dhe tani vjen thelbi i gjithë leximit. Çdo person që takon reflekton diçka brenda jush. Brenda teje, Luan. Ky person, kjo situatë, pra e gjitha është pasqyrë. Çfarë të dhëmb është diçka që duhet ta shohësh tek vetja. Çfarë të tërheq është diçka që e ke brenda. Çfarë nuk funksionon është diçka që duhet të ndryshosh. Ti po korr atë që ke mbjell. Po kalon një cikël që po përsëritet. Je i lidhur me dikë rëndësishëm, diçka që e bën nga ju vjen ajo rëndësia e personit apo situatës. Por e di që duhet largohesh, sepse kjo është një pasqyrë për ty, jo fundi yt. Në thelb, ky person apo kjo situatë nuk është problemi, Luan. Ai, ajo apo situata është mësimi juaj. Nuk je këtu për të mbajtur një lidhje, një situatë, je këtu për të kuptuar çfarë po të mëson, që të ecësh dhe të thyesh këtë cikël që je duke përsëritur, të dashur Luan.